jemi që aty të mos flas kërkush apo të flas dikush? Kjo është pyetja. Ne jemi preç që të themi që kur ne bijem nga kali, kush është ai që flet? Kush është ai që flet? Çfarë përfaqëson ai që flet? Pse s'duket e besuar ty kjo? Kjo ka bërë në karrierën e Partisë Socialiste, ka marrë postet aty marrën me solidaritet, duke mbështet shefin e ka qenë pa konkurim, pra, pa meritokraci. Ore karrierë dy njerëz ka bërë karrierë. Kjo është nga ato njerëz që Edi Rama i mori nga rruga, pa firmos një herë në bordero, pa punu një herë në jetë vetë dhe i boni deputet. Kjo është një njeri që sa hapi kur gojen, kur Edi Rama preu koka shumë më të forta se kjo, dhe më serioze se kjo. Dhe kur vjen reagimi kësaj, momenti që heqin nga puna, momenti që heqin nga ministra. Unë do ta pranoj këtë pjesë o preqë, qofse do të fliste dikur kur do ishte. Që e ka njës me dirë intime dhe e kam pa, se këtu kemi qenë, e ka njës karrierën që nga shkalla e parë, karrierën politike, është si e jonë, si Blendi Klosi, a erdi nga mjafti u bë deputet s'ka po si gjë fare, s'ka firmos një herë, nuk ka firmos një bordoro, as kjo ose rënvelie, kjo është e vërteta. Qërënësi, dikush... Dhe qenë se kjo s'ka firmos, kjo nuk duhet t'i thot... Jo, nuk duhet t'i thot, sepse po na bën thirrje morale për merita, për kontribute, për gara, dhe kjo i ka fitu gjitha pa merita. Kjo po bën të moralshme, ndërkohë kjo është pjesë të pa moralshme që ka kriju Rama. Rama po moralshmen e krijoi me këto njerëz. Si qasin ju me këtë kushe, filloni e gërmoni, tu s'do të ketë kriticizëm kur. Jo s'është kritik, jo duhet të ketë, këto s'janë njerëzit që të bëjnë të merresh dhe me filozofi. E diti që gjithkush është dikush. Mua nuk mund vit më bëj leksion për paqe një kriminal o burr. Po s'po të bën kush. Kjo është e njëjta histori. Këto e kanë kriju këtë rilindje, këto e kanë sjell këtë pikë të rilindje, këto kanë pranuar të marrin poste drejtuese pa pas asnjë një merit, ndërkohë që Shqipëria ka pas një shumë më të aftë se këto. Sepse këto i kanë bërë fresk. I kanë bërë fresk liderit, dhe unë do të pranoja këtë zonjë, do të pranoja vetëm një rast. Në qoftë se kjo do të bënde kritike kur ishte ullur në postën e ministres. Po, nga ministre. Po normal, pse? Pse si? Ke në ide si funksionon politika? Kur të e gjithë Rama? Kur bën ministre... Politika funksionon kështu i dashur. Në momentin që unë nuk jam dakord të hedhë qelësat. Dhe ti je abitur nga kjo? Kaq. Kjo është morali. Falime, unë nuk jam shukë, du të themi gjë. Kam një gjë shumë më serioze për të thëmë. Thuë. Ka me vite, edhe këtë studia juaj, që edhe unë, sikur se ju, kam edhe me mendimet e mija, për homogenizimin e qujtë e unë, asa për kazërmimin e Partisë Socialiste. Po. Dalin një ditë për e ditë, është dy njerë, që mund bëhen dhe 3, dhe 4. Po. Dhe bëjnë njësë, nuk flasin si unë... Dhe kur te eqja i ti bënë... Nuk flasin si unë, e si ky, se ata janë parti. Dhe ata mendojnë me nëjmë parti. Dhe njëriu që është partijako yli, kërkon të rije, nuk del aty po hedhë një shash dhe t'ikin puntime. Në që se ata dhe mund të pranojnë, ato e një parti ndryshe. Unë mendoj që ata do të konsiderojnë. Se ata kanë nevoj tani për të inkurajuar të me këtë debat me në parti. Se e kuptojnë që kanë shku në fund. Dhe mos i mendoj se mund t'jenë si parti tjera këtu që të ta marojnë deri në fund dhe me thonë që të qatë them unë, të shojmë. Ta shi unë këtë bëjnë, nuk i hyj fare unë di këtë që ajo ka qenë deputete, ka qenë kryetare parlamentit, ka qenë ministre, ka marrë pjesë në shumë fushata, unë se di mandatin e parë, ka dalë në fushata vetë, si shumë të tjerë. A kujton do të në jarriti koda për se po bëjnë fjallën, se kurikulën është e plot, po qare pa mundi, qare arritje ka kjo zonjo, vla, që do të mbaj me publiku, se me vetë në vetë është në regull. Ajo me vetë në vetë është në regull, ka fillu rrugën dhe në gjithet, unë po them për shqiptarët, për ne, për publikun, qëfar ma më bën një arritje kësaj zonjo. Ajo për mu ishte një ministre e jashtme e mirë. Për qa ishte mirë, qa bëri? Për qa bëri? Qa arritje shka? Shqipëria të paraqet një minister që paraqet një imazh Shqipërisë. Ajo kishte objektivat i kishte të integrimit kërësisht, po kur del kryeministri... Qa arritje më pre, qa arritje më pre, bukur të thot për e që se s'po kuptoj, është bukur. Ti kaloj nga estetisti para se të bëjmë... Dhe a fut shqel... Vetëm Shqipëria ka ministre që bajnë 1 kilogram botox në turi që duken bukra dhe nuk bëjnë as një produkt diplomatik. Me gjithë qofse do bëj, me gjithë qofse do bëj një vlerë, qofse do bëj një vlerësim, jo do ta bëj se e kaloj. Qofse do bëj një vlerësim do ta bëj preç dhe ke drejt. 10, a i që i ka bërë... Më falë, o Klot. 10... Një vlerësim që e meriton. 10, a i që e ka bërë gati këtë shkrim. Kush 10? 10
ai person që i ka bërë gati këtë shkrim dhe ja ka dhënë. Dhe i ka dhënë emrin e kësaj. Se kjo zgjidhjet Njeriu që bën karrierë politike shkomi. Jo, se thash për jo, se thash për preçin. Po ky është fjalimi i bërë, preç, bi dakord apo jo? Bile s'ka nevojë ta them, po unë ajo ka qenë postën kur s'e kam taku. Në asnjë postë. Se e diskriminuam, to që ndodh. po flasim për një zonjë dhe diskriminuan zonjën. Kemi këtu. Nuk foli. Merremi si për ndërhyrje që bën njerëzit në ato tash trend botror tani po ti merrem me ato, unë ato. Dakor. E drejta dipse ta bëra për personit. Në momentin që nuk gjeta një përgjigje çfarë kontributi ka dhënë kjo. Jo, vetëm për këtë arsye ta bëj. Po në biografinë e Elisës Spiropali. Jo, çfarë kontributi ka si ministre, se the ministre e jashtme e suksesshme. Çfarë ka bërë më si suksesshme? Ka ndjekur me dinjitet agjendën e Shqipërisë për integrimin, por kur e bllokon integrimin, një gest, një akt, në Shqipëri s'ka që i bën ajo. Ta kanë thënë i ditë, sikur të ishte Madeleine Albright, nuk mund ta relativizoj dhe nuk mund të evitoj ftohjen e Bashkimit Evropian me qeverinë tonë për shkak të ndryshimit kursit e Tiranës për drejtsinë. Kështu që se hapi kur merr me këtë rast edhe arsye pse e kanë hequr. Dhe kjo se hapi kur gojën. Si vetja grua në Tryezë, urojt mos më merret si xhelozi grash. Pyetja e parë që shtroi unë, a është një rebelim? Se mund të jetë edhe një stisje nga brenda llojit. Për shembull Edi Rama për të rrequr vëmendjen nga shumë gjëra të tjera, fut aty një sherr të vogël edhe ne pastaj zhurmojmë në konspiracion pastaj. Nuk besohet kjo, po ngre dyshime, ndoshta ngre. E dyta, analizë politik. Tani, meqense po këmbgul fort analiza preq, ju thatë kush apo çfarë. Tani të rrim te kush është kjo zonja? Elisa Spiropali që ka sjell spiropalizmin politik. Dhe ka ardhur në postin e ministres jashtme, për mua e posti më i rëndësishëm pas kryeministrit, sipas meje modesti. Këtë që ka bëj, pa patur asnjë kontribut në politik. Unë nuk di një betejë të Elisa Spiropalit të ketë dalë dhe të ketë drejtuar një qark dhe të ketë shkuar me fitore të pastër. Një. E dyta, nuk di një akt politik të Elisa Spiropalit që realisht të ketë mbetur në mendjen e shqiptarëve në 14 qeverisje të Edi Ramës. Unë nuk di iniciativë ligjore, ka qenë deputet. Më thuaj një herë, mor zotri, një herë që të ketë kundërshtuar Edi Ramën në 14 vite të qeverisjes, o pretse në këtë vend. Kushe pak zërë me Skënderbeu, Edi Rama. Kushe qyti Skënderbeu Edi Rama. Nuk po hynë në historinë atyre që pushatin minutë se e kujtoj këtë. Kanë arritur vetëm në pirje më Skënderbeu e Dramës. Për minutë. Tani ai është Hamza, u kthyen Hamza me njëherë. Pranon mor preq që është në majë të politikës për shkak të servilizmit, jo për shkak të kontributit në politikë. Pastaj s'duhet i thot këto. Dakor? Kush e tha që s'duhet i thot? Jo më ti thot, por për ne s'kan as i vlerë. Problemi është kush i thot. Sepse në partit tona politike, pra në partit politike shqiptare, tani me që themi të dy verior, po të përdor një shprehje krahinore. Këta Rama dhe Berisha i kanë lënë partit toka djerë, e përdorim shumë në veri.